Prokuroria e Përgjithshme ka bërë bilancin për krimet zgjedhore deri më datën 22 maj. Nga të dhënat e ndara bëhet me dije se deri më tani janë regjistruar në total 107 kallëzime, nga të cilat hetimi ka nisur për vetëm 47 raste, ndërkohë 6 kallëzime janë referuar në prokurorinë e posaçme. 16 kallëzime të tjera janë pushuar, ndërsa për 35 raste po vijon verifikimi. Në 64 raste, burimi i kallëzimeve ka qenë policia gjyqësore, në 17 raste prokuroria e posaçme, në 9 raste subjektet politike, 11 hetime janë nisur kryesisht dhe 6 raste nga qytetarët. Nga 107 kallëzime janë regjistruar 10 në prokurorinë e Fierit, 5 në prokurorinë Sarand, 4 në prokurorinë e Durrësit, 33 në prokurorinë Tiranë, 3 në prokurorinë e Gjirokastrës, 4 në prokurorinë e Kukësit, 8 në prokurorinë Lezhë, 17 në prokurorinë Dibër, 2 në prokurorinë Vlorë, 4 prej këtyre kallëzimeve janë regjistruar në prokurorinë Korçë, 3 në prokurorinë Shkodër, 12 në prokurorinë Elbasan dhe 2 raste në prokurorinë Berat. Prokurorisë së posaçme janë dërguar për kompetencë 6 kallëzime penale nga prokuroria Durrës, Lezhë, Dibër dhe 2 nga prokuroria Fier dhe Shkodër. Sa i takon 16 kallëzimeve për të cilat është vendosur mosfillimi i hetimit, 8 nga prokuroria Tiranë, 2 nga prokuroria Kukës, 3 nga prokuroria Dibër, 1 nga prokuroria Sarand, 1 nga prokuroria Fier, si dhe 1 nga prokuroria Elbasan. Ndërkohë, për një procedim penal të regjistruar nga prokuroria Dibër është kërkuar dëgimi për gjykim me një person të pandehur pa mas sigurimi personal dhe një procedim penal i regjistruar nga prokuroria e Gjirokastrës është dërguar në gjykatë me kërkesë për pushim. Gjithashtu, për një procedim të regjistruar në prokurorinë Gjirokastër është kërkuar në gjykatë zhvillimi i gjykimit të drejtë për drejtë. Në total, janë arrestuar 7 persona, 4 në prokurorinë Tiranë, 1 në prokurorinë Elbasan, 1 në Lezhë dhe 1 në prokurorinë e Fierit, dhe është dhënë urdhër ndalimi për 4 persona nga prokuroria e Elbasanit.